Supë peshku me perime shëndetësore për ditën e sotme, një supë shumë e shijshme dhe mbi të gjitha e shëndetshme, perfekte për kohën e virozave që është tani. Unë kam zgjedhur peshkun pahala, që është bishti i zhabës dhe ngjalat së bashku me gaforet blu. Kjo në bazë të preferencave të fëmijëve të mi, po ju mund të zgjidhni çdo lloj peshku tjetër që nga karkalecat, midhjet, xhenxhivallet, gjithçka që ju pëlqen supës i shkon më së miri. I kam kaudisur me pak vaj ulliri, i mbulova me ujë dhe i lash për të zier për gati 20 minuta. Ndërkohë që peshku zihente, mora perime si patate, karrota, kungull dhe finok, i preva në copëza të vogla, kullova lëngun e peshku dhe në një tenxhere tjetër me vaj ulliri, të gjitha perimet i kaudisa, një kaudisje shumë e lehtë, shtova lëngun e peshkut dhe kriposa piperosa dhe i ziva për 15 minuta. Një pjesë të perimeve e kalova në një pjatë tjetër dhe pjesën tjetër të mbetur e frullova, shtova përsëri perimet që kisha hequr më njëm, peshkun e bërë në copëza shumë të vogla, por nëse dëshironi mund ta lindni copëza të mëdha. I shërbeva në pjatë me lëng limoni, nuk hodha majdanos për arsye se fëmijët e mi nuk e pëlqejnë, dhe nëse përgatisni, ju bëf të mirë.